Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një numër rekord bombarduesish B-2 në ishullin Chagos si pjesë e një demonstrimi force në mes të tensioneve të larta me Iranin. 6 avion të tillë të avancuar u zhvendosën javën e kaluar nga Misturi drejt bazës ajrore amerikane në Diego Garcia, duke përfshirë disklokimin më të madh të këtij lloji në historinë amerikane. Pamjet satelitore të kapura ditët e fundit treguan avion të rreshtuar pranë pistës së bazës në Oqeanin Indian. Sipas Han Christensen, eksperti i çështjeve bërthamore, ky është dislokimi më i madh i bombarduesve B-2 në një bazë jashtë SBA-ve deri më tani. Administrata Trump ka qenë diskrete lidhur me këtë çështje, pasi ishulli Jacobs ndodhet brenda rrezës së goditjes brenda Iranit dhe Yemenit, ku avionet B-2 janë përdorur më parë për sulme ndaj rebelëve Houthi. Ndërkohë edhe pse kanë pasur sinjale për mundësi dialogu me Iranin, presidenti Donald Trump ka dhënë deklarata të forta paralajmëruese. Ai theksoi se nëse bisedimet me autoritetet iraniane nuk japin rezultate të mira, Irani do të përballet me pasoja shumë të rënda. Trump u shpreh se objektivi kryesor i SBA-s mbetet ndalimi i Iranit për të siguruar një armë bërthamore dhe në rast dështimit të negociatave, situata për regjimin iranian do të përkeqësohet ndjeshëm.